Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish të bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për të sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit që në fakt kanë tronditur opinionin më gjerë ditë më parë. Do të ndalojmë tek aktori mirënjohur Elvis Pupa, i cili ditën e djeshme në Instagramin e tij ka postuar një Reels apo një story ku flet për diktaturën e cila ka ndodhur në kohën kur Visi ka qenë fëmijë 79-s dhe 80-s vitet. Visi këtë gjën e ka thënë në video, po unë para se ta transmetoj ta shikoni, do të lexoj atë se çfarë Visi ka thënë dhe çfarë shprehet në këtë video. Aktori Elvis Pupa ka reaguar sërish lidhur me akuzat që rëndojnë ndaj tij dhe bashkëshortes së tij Belina Pupa për kultivimin e 43 bimëve kanabis në një banesë në Ascot Park në Australi. Përmes një video në Instagram, Elvis Pupa teksa flet për paragjykimet e shoqërisë thotë se nuk i intereson mendimi askujt për jetën e tij personale. Të gjithë synojnë të jenë perfekt, unë kam lindur në fund të viteve 70 dhe jetoj fëmijërinë time në vitet 80. Gjithmonë na thonin, mos fol, ha çfarë të kemi vendosur përpara, por atëherë Lale s'kishe shanse të gaboshe. Mos të guxoje të gaboshe, sepse atëherë nuk ishe njeri, ishe turp i familjes, turp i fisit, turp i shoqërisë, turp i shkollës dhe turpi i lagjes. Si rjedhoj prindërit thonin, ky nuk është kalamani im, nuk e kam edukuar kështu unë këtë. Prindërit tan ishin perfeksionista, ata po dhe jo të lloj që thjesht ta mbajnë shtëpinë të pastër, se ajo dihet që kur vinin komshinjt, vinte prova e 2 gishtave, që nuk kishte laborator që ja kalonte testimit të tyre, se kur ishte hera e fundit që i kishte marrë pluhurat në shtëpi. E kështu ti rritesh me idenë që duhet të rritesh perfekt, duhet të ecësh siç duhet dhe të sillesh siç duhet. Në fund nuk përfundon njeri, por një robot me ankth. Perfeksionizmi nuk është virtyt, është një helm emocional, por me emër trendi. Nuk është ambicie vëlla, nuk është sukses, por është një zë brenda kokës që të thotë gjithmonë, ti nuk je duke bërë akoma mjaftueshëm, pavarësisht se ti ke dhënë gjithçka, edhe shpirtin. Ironia është që prindërit tan nuk na urenin, e kundërta. Ata donin që ne të ishim perfekt, që bota na vlerësonte, mos na shkelte me këmbë. Po bota prap të shkel me këmbë edhe e bën me buzëqeshje të shkel me klas. Nuk e them këtë për miratim, as nuk më intereson mendimi juaj, sepse jeta ime personale është personale, nuk më keni borxh asgjë e as ju kam unë ju as pak. Thoshte ai. Aktori Elvis Pupa është shpallur në kërkim nga autoritetet australiane, pasi dyshohet se ka qenë i përfshirë në kultivimin e 43 bimëve kanabis në një pronë në Ascot Park në Australi. Pupa është bashk akuzuar me të njëjtën çështje me bashkëshorten e tij, terapisten dhe influencuesen Belina Pupa. Por unë dua tashmë të sjell videon pranë jush të dëgjoni vetë nga goja e tij se çfarë ka thënë aktori i njohur Elvis Pupa, i cili del publikisht në video në Instagram në Shqipëri, por siç thuhet është i përndjekur nga policia e Australisë për lëndën e cila është hapur në Australi për mbjelljen e 43 bimëve të narkotike. Ndjekim video. Të gjithë synojnë të jenë perfekt. Unë kam lind nga fundi i viteve 70 dhe të lindje në ato vite dhe të jetoje fëmijërinë tate gjatë viteve 80. Po, gjithmonë na thonin, mos fol, mos qaj, dhe ule kokën ha çat kemi vu ne përpara. Atëherë Lale nuk ishte shanse të gabojshe, mos guxojshe të gabojshe se ti s'ishe njeri. Ti ishe turpi i familjes, ishe turpi i fisit, turpi i shoqërisë, turpi i shkollës edhe turpi i lagjes. Dhe si rrjedhoj, prindrit thoshin, që ky nuk ka kalamonime. Ja, se kam eduku kështu këtë. Prindrit tanë ishin perfeksionistë. Ato po, dhe jo të llojit thjesht ta majmë shtëpinë pastër, sa ajo dihet se kur të vinin komshit, vinte prova e 2 gishtave dhe
nuk ishte laborator që ja kalon të testimit këtyne se kur ishte koha funit që ti kishe morë plunat në shtëpi. Perfeksionizmi ishte i tipit që nëse ti një fjalë ta thoshe gabim, prindrit nuk të folshin me gojë. I javë, ore as nuk shifshin me sy, bile kaloshin afër teje, gjithmonë thosha, si ka mundësi më vlla si nuk më shkelin, si kalojnë kaq perfekt anash edhe vazhdojnë sikur unë s'ekzistoj. Dhe kështu ti rritesh me idenë që ti duhet të jesh perfekt. Duhet ecësh siç duhet, duhet sillesh siç duhet. Dhe në fund ti nuk përfundon njeri, por përfundon një robot me ankth. Perfeksionizmi nuk është virtyt. Perfeksionizmi është thjesht një helm emocional, po me emër trendi. Nuk është ambicie vlla, nuk është sukses. Është një zë brenda kokës që të thotë gjithmonë ti nuk je tu bo hala mjaftueshëm. Pavarësisht se ti ke dhënë gjithçka, edhe shpirtin. Ironia është që prindrit tanë nuk na urrenin. Përkundrazi, ata donin që ne të ishim perfekt, që bota na vlerësonte, mos na shkelte me këmbë. Po bota prap të shkel me këmbë dhe e bën me buzëqeshje. Pra të shkel me stil, me klasë më valla. Nuk po e them këtë për mirat tim. As nuk më intereson mendimi juaj sepse jeta ime personale është personale. Nuk më keni borxh asgjë, as unë juve. Respekt. Kjo është deklarata e Elvis Pupës, i cili ka folur për ngjarjen e cila në fakt është bërë publike në rrjetet sociale, e publikuar nga policia australiane që Visti po kërkohet. Visti nuk është se ka dalë në ndonjë emision të prenoncohet mbi këtë rast, do me thënë ai thjesht po akuzon mediat në shumicën e rasteve për lajmet e reme që kanë ardhur deri më tani. E ftuar në Dritare TV ishte bashkëshortja e tij në një linjë telefonike, Benita, e cila nuk ka dhënë shumë detaje për rastin, vetëm që ka treguar se banesa ka qenë e dhënë me qira dhe qiraxhit të cilët kanë qenë në këtë banesë kanë bërë këtë pislik, si me thonë, por në ditët në vazhdim do t'i kuptojmë të gjitha detajet të hollësishme, ndoshta që do të nxjerrë policia australiane dhe prokuroria, në raport me Elvis Pupën.